Diçka që ndërlidhet nga këto që po i ngrit zoti Smakiqi. Më lejoni të sqaroj disa çështje. E para, avokati po thot i njëron ambasadën amerikane zyrën e BE-s, shoqërinë civile, partnerë ndërkombëtar. Vetëm po. Kështu për duhet me pos parasysh një çështje. Unë flas këtu me argumente, me prova. Shoqëria civile ka monitoruar një proces. Shoqëria civile nuk e ka ndalë procesin. Është komisioni i shkollës dytë veç pak. Komisioni me rregullorën për aprake. E përmeni me të drejtë gëzimi, ku tha edhe në strukturë rregullorës ka pas probleme. Dhe struktura rregullorës nuk ka garantu meritokraci. Tash ta shpjegoj pse. Këshilli para prak i ka pas 13 anëtar. Në përbërjen kur zhvillu konkursi kanë qenë 11 anëtarë të këshillit. Nga ta, një jo prokuror, 10 prokuror kanë qenë me mandat. Tash, paneli kur ka zhvillu procesin i ka pos 5 anëtarë. Komisioni për shqyrtim që është qujt, i ka pos 3 anëtarë. Pra, 7 anëtarë i ke pos të këshillit që kanë marrë pjesë qoftë në fazën e parë, qoftë në fazën e dytë. Dhe kur ka ardhur çështja e votimit, komisioni për shqyrtim, ju bëjmë me dije se kjo është shumë e rëndësishme se publiku nuk e din. Komisioni për shqyrtim ka gjetur shumë shkelje. Edhe që të shkelje të komisioni për shqyrtim i kanë po partnerët ndërkombëtar shoqëria civile. Sepse ka pos diskrepancë tepër të madhe të mes poentimit dhe arsyetimit. Dhe ka pos një përbërje, kjo fjala korporatiste nuk është çpik, kjo është shumë reale. Do thotë, i ke pos 10 anëtar prokuror, 5 i ke pos në panelin e parë, 5 në komisionin e rishqyrtimit. Më e mbrojtur nga politika kombëtare se tash që janë 3-3 tash. Nëse ma të cënushëm. Atëherë nëse nuk po bëj deklarime politike. Komisioni i Venecës do të 4-3. Tjetra mos nuk duhet na harruar një çështje. Raporti i progresit në vazhdimisht ka kërkuar emergjencën, shpolljen e procesit. Prandaj, krejt këtu në momentin kur Këshilli i ri me 16 mars është konstituu, i ka pos parasysh dhe në koordinim me partnerë ndërkombëtar dhe shoqërinë civile kemi filluar procesin e ndryshimit. Dhe fillimisht nuk duhet me harru edhe një detaj. Rregulloria që kemi ndryshuar tash, që presim të miratuohet honën, është miratuar në vitin 2024 dhe siç e përmend Liridoni, edhe kjo rregullori ka pas disa çime të vogla. Megjithatë, në praktik ka rezultuar bukur suksesshëm. Unë këtu e kam për 5 kryeprokuror të prokurive 4 nga themelorja dhe kryeprokurorin e apelit. Tash, me datën 27 dhjetor 2024, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bënë një monitorim të këtyre 5 kryeprokurorëve dhe ka rezultuar që rregulloria ka qenë fati i madh që kjo çështje e koncept dokumenti nuk u sprovu, nuk është testu në praktik, por me rastin e zgjedhjes së 5 kryeprokurorëve kemi dalë që nuk kemi problem. Dhe me rregullorën bazë, që është nxjerrë konform ligjit vjetër me 13 anëtar, ka qenë paneli prej 5 anëtarëve dhe ankesat ose kundërshtimet kanë ardhur direkt në këshill për bërjet plot. Tash ta sqaroj se kjo është shumë e rëndësishme me kuptu publiku. Reduktimi i përbërjes këshillit nga 13 në 7 anëtar e ka rujt përbërjen e sistemit. Shumica vjen nga rradha e sistemit, domethënë 4 janë prokuror, 3 jo prokuror. Njëtë logjik e kemi rujt edhe në rregullore. Nga 5 anëtar sa ka qenë paneli, e kemi reduktuar në 3. Siç e din përfaqësuesi kemi qenë ato në gruppunus, dhe në kuadër të kësaj e kemi rujt edhe përfaqësimin prokuror, do të thotë janë 2 prokuror dhe 1 jo prokuror. Pra, për te kësaj në rregullore kemi kërkuar që edhe në panel për te përfaqësimit prokuror, jo prokuror me pas edhe përfaqësim gjinor dhe etnik. Domethënë kemi shkuar edhe më larg. Tash, çka përmbon rregulloria e re? Rregulloria e re e ka ul, domethënë siç e thash panelin, e ka rrit konform nuk du me të borç. Në këtë rregullor kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë Instituti i Kosovës për Drejtësi, që ka propozuar brenda dëgjimit publik ka propozuar komente, është IK2-ja, KDI-ja, grupi për studime juridike politike, qytetërisht kemi pas komente edhe nga Ministria e Drejtësisë, OSB-ja dhe zyra BE-s. Dhe kur kemi filluar diskutimet në komision, kemi shumica e komenteve kanë qenë të njëjta. Për shembull të rritja anëtarëve rezervë, të zëvendësimi anëtarëve jo prokuror, atëherë ato me automatizëm i kemi përfshi sepse kanë qenë vërtet të përgjithshme. Po ashtu e kemi bën dallimin sepse kjo ka qenë një defekt i rregullorës paraprake,
Koncept dokumenti janë dy lloj koncept dokumenteve. Koncept dokumenti për pozitën e kryeprokurorit të shtetit dhe koncept dokumenti i veçantë për pozitën e kryeprokurorit e prokurive. Do thotë po ashtu ndryshua dhe udhëzuesi për panelin vlerësues dhe po ashtu e kemi parapo një dispozitë veçantë sa i përket transparencës. Tash, kur Këshilli merr vendim për me publiku konkursin, shoqëria civile ka me qenë eftuar dhe njoftuar me ditën kur do të bëhet intervistimi. Po ashtu kemi qenë specifik te pyetjet, ka me qenë të njëjta dhe ka me pas drejtë se cila anëtar i panelit me bën pyetje plotësuese konform përgjigjeve që përashtron kandidati. Dhe po ashtu, te sa i përket transparencës kemi thonë momentin kur përfundon aplikimi dhe konfirmohen kandidaturat në Këshill, janë 3 ditë afat kur bëhet publikimi koncept dokumenteve në webfaqen e Këshillit dhe po ashtu komplet lista me kandidat që do të jenë ngarë për këtë proces dhe rrjedhimisht ftesa që çdo poll që ka interes me monitoru procesin tjetër e përfshirë. Dhe veç pja jap një argument fundit pse asnjëherë s'ka qenë problem emri përveçëm, por ka qenë problem procesi. Vitin e kalu, ndëgjam, vitin e kalu nuk mirë në me deklarata politiko, në jam veç çështje profesionale. Mere se në kanë lopa prokuror, unë jam shumë i kënaqur kur unë jam shumë i kënaqur kur puna e Këshillit vlerësohet për transparencë, vlerësohet për integritet dhe llogaritëdhënie. Politika ka lënë pa kryeprokuror o zot. Jo, nuk ka lënë politika, Këshilli i nderuar avokat. Për 4 vite Këshilli prokurat bëra kaluar. Ka pas mundësi jo një proces, 10 mijë. Dhe po ta jap tash një argument pse ka qenë problem procesi. Kur e kemi shpoll procesin për zgjedhjen e 5 kryeprokurorëve vitin e kaluar, kemi pas takim të koordinuar si Këshill me zyrën e BE-s. Dhe kur kemi shku në zyrën e BE-s, ish kryesuesi i Këshillit e ka bënë një pyetje që unë personalisht jam në siklet dhe besoj gjithë të tjerë. Zyrës BE-s i ka thonë qysh ana tregona kush bën dhe kush s'bën me konkur prokurorit të shtetit. Dhe rrjedhimisht mas këtij debati na ka pasur një letër nga zyra BE-s dhe veç pja lexoj çka na thot zyra BE-s. Thet, nuk duhet të ketë hapësirë për keq kuptime, pasi ne kemi komunikuar qartë se kritikat që bën publikin atku kishin të bënin vetëm me parregullësit në proces dhe nuk përfshin ndonjë vlerësim ose mendim lidhur me ndonjërin prej kandidatëve. Zyra BE-s, raporti i progresit, shoqëria civile, ambasada amerikane, të gjithë njerëzori kanë thonë keni pas një proces të kompromituar dhe u dashtën 4 vite me kalu që një përbërje me thonë nga 198 prokurorë sa ka sistemi prokurorial, na nuk jemi ama tjetër. Kjo mesazhi direkt ose indirekt është ky. Për mos madh se Bleri Mesufi ta ka bëu këta akuzën për ato qiqin. Çfarë prokurori po tani? A tani më pruna ja që tutet ata. Pro, rregulluar mënimi bot mirë. Procesi mënimi bot xit. Po kryeprokuror më mirë se Bleri Mesufi s'mënim me xhet. Po ti po fol tash për emër. Po unë po foli për emër sa po fryhet Albin Kurti për këtë akuzën e Ridoj Qiqit. Tash. Pra, edhe ti po fryhesh atë gjë. Me emrat përveç nuk është më fol, sepse dëmtohet imazhi. Atë që do thonë jo. Rregulluarja mirë, procedura mirë, s'ka rëndësi çfarë emër prokurori. O zotri, ti mundesh me xit me bë, me bëjmë to bravo. Po me kanë ndikim politik edhe me nxjerr një kryeprokuror shumë të lartë. Ose një kryeprokuror që avokati duhet me ditë që shkelja në procedurë përfundon gjithçka. Nëse hap aty ki gavem gjykata nuk lëshohet në merit. Ti po të më thonë rregulloria kena me botë mirë dhe u kry puna, jo zoti. Edhe rregulloria, po presidenti ka shpara konkursin shpejt me shpoll, shpejt si nuk mundesh me nxjerr nuk mundesh me nxjerr një emër, një figurë me integritet nga një proces i kompromituar. Mos u gotni. S'keni ka qenë tema është tema ushtruesës presidentes. Prandaj duhet më zhvillu tash prokurorial duhet të ruajë integritetin dhe pavarësinë. Ti bëj rregulloret, ti bëj ndryshimet, të koordinuat me Bashkimin Evropian dhe ta shpoll konkursin në një periudhë kur nuk ka ndikim politik të madh siç ka tash. Në vlerësoj që në periudhën që tash po flasim na shkon mirë me fol për më shumë se gjysmën e mandatit të kryeprokurorit të shtetit. Po ka qenë mungesa e vullnetit të përbërjes së kaluar të Kosovës që nuk e ka nisë një herë një proces të ri sepse unë jam i sigurt që secili prej anëtarëve që ka marrë pjesë në procesin e kaluar kanë qenë të bindur edhe janë pajtuar me gjetjet që kemi pas ne si shoqëri civile.
Por ajo që ka mungu ka qenë vullneti institucional për me e shtytutje procesin, për me pranu gabimin e tyre edhe për me e zhvillu një proces. Po do me ripërsërit, procesi ka të bëj me shkeljen e procedurave për përzgjedhje, jo absolutisht me emra. Unë e thash edhe një herë, brenda sistemit prokurorial, unë e besoj që ka bërë shkelje, ka bërë përformon shumë të madhe duke e mbrojt rendin dhe ligjin S'ka bo kandidati, ka bo